Në malin e Nënshatit, në një fshat mes Shkodrës dhe Lezhës, janë mbyllur në kuvent për gjithë jetën 7 motra karmelitane të komësive të ndryshme. Ato luten për ata që nuk luten. Të shtyr nga kureshtja, morëm rrugën drejt tyre. Motrat bëjnë pjesë në urdhrin franceskan dhe varen nga dioqeza e Sapës. Etërit franceskan, pasues të Francesku të Asizit, reformatorit të kishës katolike, erdhën në Shqipëri dhe themeluan dioqezën e Sapës më 1291. Kjo dioqezë ka një shtrirje të gjerë. Fillon në Zadrim, vijon në Puk dhe Kukës dhe përfundon në fshatrat e Hasit në Shqipërinë e Veriut. Gjatë udhëtimit tonë për Zadrim mësojmë diçka më shumë për dioqezën e Sapës. Qendra e saj e vjetër ka qenë në Vaun e Dejes. Një fakt na bën përshtypje. Frank Bardhi dhe Pjetër Buti, 2 shkrimtar të shquar të Veriut, kanë qenë peshkë të dioqezës së Sapës në shekullin e 17. Figura të tjera madhore të kulturës shqiptare, At Gjergj Fishta dhe Shtjefën Gjeçovi, kanë shërbyer si etër franceskan në famullitë e Zadrimës. Leka Bazi tregojt i gatshëm të na shoqërojë te shtëpia e mikut të tij, Shugdeja, rojtarit të kishës. Shugdeja është një besimtar i vjetër i kishës së Shënvërisë. Ai shërben për shpirt në çdo orë të ditës, për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e saj. Leka Bazi, me gjithë pasojat e aksidentit të rënd i cili i shkaktoi tetraplegji, vazhdon të besojë te mrekullia e Zotit. Paraliza nuk e pengon këtë njeri me energji dhe optimizëm të ndihmojë mikun e tij sa herë shkon për të shërbyer në kishë. Te klubi i vjetër i Vaut të Dejes takojmë disa banorë vendas. Ata rinë dhe bisedojnë kundruall kishës së re të ngritur mbi themelet e të vjetrës dhe kujtojnë kohën e kaluar. Kjo kishë është shumë e vjetër dhe këtu flitet, si mas gajdanëve, se ka vu punor Gjergj Kastrioti kur është martuar të një kjo kishë. Tu janë kënë 2 kisha. Kisha madhe edhe kisha vogël, kisha Zoq. Tej është në altë sipër është kisha e Shmarkut. Në Kala. Kjo kish është prish, është shkatërruar nga sistemi i kuq komunist në 67. Masi ka fillu hidrocentrali i punimet këtu, ata bolshevikët dhanë urdhën me e prish. Këtë vepër kaq me vlera nalta e të vjetra kulturore për komin shqiptar. Kisha në altë kam një se është kishë shumë e vjetër, kisha e Shmarkut. Kam një se atë vend me vlera për gjithë Shqipnin e gjithë Veriun, se kanë Kalaja e Donjë aty, agronje të uta, vla, motre kanë bat Kala. Nga ja Kala, mbrojt komplet Veriu. Ndë të thena, mbrojt nga një kjo Kala një të. Ka që di para kishë. A shumë e vleshme, a shumë e nevojshme me pas rrugë makinet atje, mu regullo vorët e mu ban aja kishë, sa është aja Kala si, unë kam një për inxinierët, për njërët me edukat, me shkollë, me kulturë, këtu e në jug e kam një se aja kishë është me vlerë. Me vlera shumë të mëllë, aja kishë e dhe aty. Ka që di unë, di gja më gjatë. Këta 2 kisha kanë kënë të nërtu me shekuj. Edhe kisha e vogël ka kënë monument nëmër 9 arryt nga shteti. Në 67-ën ka arë kryeministri Mehmet Shauto me vizitu punimet e hidrocentralit. Edhe një grup të komunistë ashtu të danjë dhe ta. E tharë, po kja kish, kja duhet
eliminu se nuk ban. Edhe në 67-ën, atëherën kanë marrë brigatën e minatorëve, me në kry Halil Markull, edhe i kanë bo minat, kanë hje kesh me prishta dy kisha. Atëherën i kanë shkatru përfundimisht, edhe i kanë sheshu. Shukdejes i është bërë zakon që edhe kur s'ka mesh, të shkoj dhe të kujdeset për kishën e Shënmërisë. Sot ai ka dëshirë, më fort se asnjëherë, të na tregoj historinë 700 vjeçare të kishës së vjetër franceskane. I kemë lekt është kisha vogël, kisha e Shënmërisë, linja Zojës. Kjo ka qenë shumë e vogël, ka shërby për atë popull, për famullin, këtu kanë ardhur, kanë punu dhe piktor, një farë dhora dhamet, edhe një piktore ruse. Tëre muj i ka rinjallë krejtësisht piktura që nga kanë mana. Janë bënë gjenjet ma përpashme si kanë kënë. Mirë po, fatkesia popullë shqiptar, fatkesia po, që ka i ka rezistu dhe më hanë sunimit automan, 450 vjetë. Ka nëjnë në kam e nuk ka prish. Këtu ka kënë vërros edhe princi Zadënims Lek Zaharia. Se princit në të kohë janë kënë fut në kishë në të le manë aty, ku është kuporja vogël, aty ka kënë edhe lteri, ka kënë edhe truporja Zojës Mari. Maj mend që je kanë pas tërhek të kullën e madhe kompanjelin me 2 buldoza. Këna kënë të vegjën, po, unë e maj mend që me 2 buldoza, edhe për ne ishte si loj, se nuk arrishim mi ditë se që po nodhë, se që po bëhaj. Ka ke një obsteriak që ka pa bojnë fotografi, po më kodë zogët, po mjerisht është ti edhe fëtë kanë hum. Po edhe to nuk kanë bojnë, veç kanë bojnë të është në fund, me pasi mi diftu si me në kulturë, që ku kanë qiti to, kisha Shënmërisë. I ka kisha, që një këti mi lekshin. I ka kisha shito, kja kisha Shënmërisë. Shukdeja nxiton të na tregoj reliken e tij, një fragment nga afresku i kishës së vjetër. Në mentatit, birit, shpirtit, shenjt është të kjaftë. Ta shqipet është edhe figurit të. Kë është një ikon e vjetë, ka kënë komplet kisha vogël, ka kënë fotografu mishtë, komplet, edhe mundet, edhe tavani. Komplet. Po restaurimi që e kanë bëbanta, e kanë bëbë krejtësisht në gjendjet ma përpashme. Këtë gur e ka morën, nuhën në 89 e kam marrë, bile e kam fut një thes, e kam qu në shpi, më sheh pasy se, po i të zëtë, me diktu, flen nëse unë burg. Po edhe fare fisit tonë ishtë, rakabuj tonë, fe ishte njege si për feja. Ishte gjanë shumë e madhe me pas një njenja shpirë fetare. A basi si katolik si musliman, që një zëtë ka për tonë, nuk ka 2 zotë, një ka për tonë, a i zëtë në qilë është, a i kjo.
Kjo kishe re na sjell në përmend rrugën e vështirë të Zotit në Shqipëri. Genocidin komunist të viteve 1944-1992. Ishte një tragjedi e paparë e shkruar me gjakun e martirëve. Në një nga stendat e Muzeut Historik Kombëtar janë vendosur emrat e heronjve të fesë. Midis tyre dallohen ato të katolikëve. Mbi 120 fretër franceskan, jezuit dhe të tjerë u internuan dhe u vranë nga regjimi komunist. Shtypi i asaj kohe, këto vrasje makabre i shpalte si suksese të ideologjisë marksiste-leniniste. Shukdeja dhe Leka Bazi marrin rrugën për në Laç vau i Dejes. Ajo është e gjatë rreth 4 kilometër. Sa herë ka bërë këtë udhtim ky tricikël tetraplegjiku që fryma e Zotit sikur i jep krah. Qyteti i Vaut të Dejes, që u ndërtua dikur për punëtorët e hidrocentralit, i është rikthyer me kohë ringjalljes së besimit dhe objekteve të kultit. Në kishën e Shënkollit ka dalë për të na pritur Dom Marku, një ati i ri franceskan. Ai na shoqëron te kabineti i Monsignorit, që tregohet i gatshëm të shkëmbej 2 fjalë me ne. Monsignori na pret në zyrën e tij, ku prej kohësh po merret me organizimin e meshës liturgjike në përkujtim të Nën Terezës. Monsignor Do Gjergji është 41 vjeç, me prejardhje nga Feriza i Kosovës. Më parë ka shërbyer në Kroaci, tani së fundi ka ardhur në Shqipëri për t'ju kushtuar ringjalljes së objekteve të kultit dhe frymës kristiane në trevat e veriut. Shukdeja dëshiron të di diçka më tepër për dioqezën e Sapës. Në bibliotekën e pasur të Do Gjergjit gjen libra dhe broshura që flasin për këtë fakt. Sheve shok, një këtë është një libër që Gjegë Miloti ka shkrua për dioqezën e Sapës, të janë të gjithë emrat e i peshvive dhe familjive, po tani është edhe një material tjetër që është një relacion i Gasper Gurakuqit, mështari vjetër mbi dioqezën e Sapës. Në vetëm libër historik mbi dioqezën e Sapës, i cili është botuar që moti. Monsignori i kërkon Shukdejes të njoftoj banorët e fshatit se të dielën do të organizohet mesha liturgjike në përkujtim të Nën Terezës. Është një ceremoni liturgjike për të lumën Terezën të Kalkutës, sepse ne dëshirojmë të rrisemi për shpirtënin e popullit shqiptar për Nën Terezë, që mos të kuptohet vetëm sikur një humanist ose sikur një shqiptare, sikur një, por është edhe një shenjtë, është një njeri i Zotit. Shuku e pyet monsignorin nëse do t'jenë të pranishëm në fest motrat karmelitane. Jo shuk, ato nuk marrin pjesë të dielën, sepse ato janë tërhequr nga bota dhe e përjetojnë jetën e tyre në fe, ndë në botë atje mrena rrëthimit të kuvendit ku ato jetojnë. Edhe pse Nën Tereza është edhe thanën për të gjithë botën, nëpërmjet veprës së saj dhe duarve të saj, ato janë të dhëna nëpërmjet lutjes së përditshme.
Figurat biblike mbi bunker tregojnë qartë për frymën e re të paqes dhe dashurisë që sa vjen dhe po rritet tek banorët vendas. Udhëtojmë drejt në Nshatit për të bërë një vizitë tek kuvendi i motrave karmelitane. Ky vend që ngjan shumë me Karmelin, kodrën e rulëzuar në Palestinë, po jep shenja të ringjalljes. Në mal mbi në Nshat, ku në lashtësi ngrihej qyteza e Sapës, ndodhet kuvendi i motrave karmelitane. I gjejmë në çastet intim të lutjes. Zef Kola është një besimtar nga Hajmeli që vjen shpesh në kuvend. Këtu gjen ngushëllim si shumë njerëz të tjerë dhe u beson motrave të fshehta të shpirtit në një mënyrë disi të veçantë. Si po kaloni? Shumë mirë, faleminderit. Motra, unë ju kam sjell një lutje. Shpesh herë mendojmë se lutja është me kërku, me lyp diçka. Por jeta jonë kontemplative e urdhrit Karmelit është më shumë një gjë tjetër, me qenë me Zotin, me jetu me Zotin, me dhënë krejt jetën. Shpesh herë në pyesin njerëzit, motra nuk di me lut, në mësoni. Lutja është zbrazja e zemrës tonë para Zotit. Krejt gjonat që i kemi, gjatë ditës, vështërsinat, problemet tona, i shtim para tina, edhe i kupton. Sikur një person, një mik i dashur, cilit mujmë krejtësisht me ja thonë ata që kemi në zemër. Ai na kupton, edhe na ndihmon. Gjithashtu pra, edhe lutja, se na shpesher menem se Zoti është diku lart, atë nuk i interesojnë disa gjana njerëzore, tionet vetëm disa gjana qellore, por jo nuk është e vërtetë. Edhe thelbi i Karmelit është lutja në miqësi me Zotin, të cilën e thekson Shën Teresa e Aviles. Pra, lutja është dashuri. Miriami nga Kroacia është motra superiore e kuvendit. Ajo na tregon historinë e Karmelit. Brdo Karmel u Izraelu, sama riječ Karmel dolazi... Karmeli është rregull i shënmërisë i themeluar në Palestinë në shekullin e 12. Aty janë bashkuar murgjit në një kapel të cilin ja kanë kushtuar Virgjereshës Mari. Karmel do të thot kopsht i lullzuar dhe është kodra më e bukur në Izrael dhe vend i përshtatshëm për lutje dhe meditim. Në këtë kodër jetonte profeti Elia në shekullin e 9 para Krishtit. Pikërisht ai mendohet të ketë qenë themeluesi i rregullit. Karmeli është përhapur në Europë në shekullin e 16. Rregullin e ka ripërtërir Shën Teresa e Aviles. Sot në mbar botën ka 775 kuvende femërore të klauzurës. Rregulli është përhapur në Spanjë, Itali, Austri, Kroaci, nga edhe erdhën në Shqipëri. Me nxitjen dhe përkrahjen e Monsinjor Dot Gjergjit, kuvendi u themelua më 23 shtator 2003. Blažene djevice Marije od Gore Karmela. Motra Marie, nga Mali i Zi, na flet për klauzurën, mbylljen e përjetshme. Klauzura është një jetë e mbyllur, por nuk jemi të ngujume, sikur na thonë se jemi të mbyllur. Nuk jemi me zor këtu, jemi me vullnetin ton, do me thonë qelsi është në anën tonë. Jemi prej disa venet, e kemi motrën shqiptare për Shqipënijet, motra Bardhe. Është të kryetarja motra Miriam për Kroacijet, motra Mariana dhe motra Ana, ato tre për Kroacijet. Kurse për Kosovë dhe kemi motrën Zoj dhe motra Rozë. Unë jam për Malizi.
Lutemi normal, jeta jonë për ata është në klauzur për me pasën një jetë më të lehtë, për me me lutë se kur jemi në aktivitete si përmeten edhe motrat është që pa mundshme me kanë aq shumë i kushtuar me lutje. Për këtë arsye atëherë jeta jonë zhvillohet para ftyrës Zotit, por nuk është lutje vetëm kur jemi në kapelë mbyll, por kemi jetë dhe aktivitete, nuk janë aktivitete të mëdha, domethënë një jetë e thjeshtë, kemi koshtin ku dalim e punojmë, kemi kuzhinën, normal kreti bajnë punë tona, qepim teshat dhe i kërosim. Domethënë një jetë si bajnë nënat tona të shtëpia, shumë e thjeshtë, sikur e ka pas edhe Vishna Mari. Por në një mënyrë domethënë nuk kemi gjithë ditën në ngjoj si mendojnë disa para në kapelë dhe tjetër s'ka. Domethënë lutja është çdo që i bajnë punët e mira janë orat kanë për familjet. Këto motra, të mbledhura nga disa vende të Ballkanit, mbyllen në vetminë e tyre dhe luten 7 orë në ditë. Nën Tereza thotë se fryti i heshtjes është lutja, fryti i lutjes është besimi, fryti i besimit është dashuria. Motrat karmelitane vigjilojnë në lutje për të përhapur te njerëzit dashurinë për njëri tjetrin. Ljofnëm një atit e dvirë për shpirtit shek. Është një sakrificë dhe vetmohimi një lloj të veçantë, që nuk të kujton martirët e veprimit, po martirët e shpirtit, që e drejtojnë njeriun nga mirësia. E lëm Karmelin në nënshat dhe e kthehemi në vaun e Dejes, në qendrën e dikushme të dioqezës së Sapës. Luto për ne nga të notë, ta që në fill të morte sa në shtutjo. Se jeta ime, jeti o Zotë, se bashkë, i gëzuar janë, që po këndoj. Kjo është e dita, që Zotin adhuron, i gëzuar janë. 7 kariget e motrave karmelitane janë bosh, po shpirti i tyre i lutjes është në këtë mesh. Është një ditë e paharruar, por kujtohet nëna e gjithë të varfërve të botës, shenjtoria që nuk e mohoi asnjëherë se ishte shqiptare. Ajo thotë, nuk ka rëndësi se sa shumë bën, po ka rëndësi se sa dashuri vë në atë që bën. Ky është thelbi i besimit, i vetjetës. Të mbyllura për gjithë jetën në kuvent, në malin e nënshatit, 7 motra karmelitane luten për ata që nuk luten. Amen.